Kështu shkon çdo ditë. Takon nevojtarët, ata që vërtet kalojnë një jetë skamnore. Shumë prej tyre kanë përfituar nga motra Leonora dhe motrat e tjera që shërben në shtëpinë e paqes në fshatin Bec. Tanet valla. Çka kemi për haje për krejt tanat. Na kanë shije për fëmijë, umercina, çokolada çto. E vetë motra Leonora thotë se këto shërbime nuk i bëjnë për lavde, por sepse ndjejnë dhe kanë për detyrë. Tu fillu pe veshmatjes, ushqimet, smurje, dërgim jashtë vendit, ndonjë rast që kena pas, bashkë në këtë rrethin e Becit. Ndihma jon është një ndihmë, nuk bëjmë reklama, është em shef, s'kem qef me ditë se qa bëjmë, se na ja lëm Zotit në dorë ato që bëjmë. Ajo thotë se gjatë shërbimeve të tyre ato nuk i diferencojnë njerëzit, por ju ndihmojnë pa përjashtim. Rreth 12 fëmijë kena qenë në Itali për shëndet, operimet të ndryshme. Këta duhet me falenderu për para me që ka qenë motra Gjuliana. Aja ka filluar aktivitetin në Beq qysh në vitin 2002. Fillimisht në çerdhje për krahjen prindërve për fëmijët, edukatën, s'kena shiku asnjë lloj diskriminimi, absolutisht jo. Kena pranu fëmijën që ka pas nevojë për çerdhjen shtëpinë e paqes. E brenda shtëpisë së paqes ka edhe plot aktivitete, aty falas arsimohen voglush të zonës së Dushkajës e Mëxher. Loj fytyrën me kujdes, dhëmbët mirë i pastroj, flokët i krej i lëmoj, thonjët i kontrolloj për herë, si lokur pa i prerë. Qysh nga viti 2001 që operon kjo shtëpi dhe ky shërbim në Bec, nga këtu kanë përfituar me 10 njerëz nevojtar me forma të ndryshme, donacione këto nga Italia dhe hora e arbreshve.